Kam një pyetje, lindja e diellit nga perëndimi, a do të ndodh para se të vi Imam Mehdiu apo para se të vi Imam Mehdiu, se po flitet shumë në Instagram për këtë çështje, sepse po thuhet që bërthama e tokës ka filluar të rrotullohet mbrapsh. Kupton të çfarë hallësh apo çfarë sikletësh? Elhamdulillah. Arrini të qetë, elhamdulillah. Me namaz dhe sabaut është lufta jonë kryesore. Aty është Imam Mehdiu të na prit për sabah. Ta do të zbresi Isa i biri i Merjemes dhe imami juaj do të jetë për jush në sabah. Sabahu është sfida jonë. Këto muhabetet e tjera, largohemi nga haramat, respektojmë prindit, sillemi mirë me njerëzit, jemi korrekt në punë, mos fusim haramin në shtëpi, të jemi të sjellshëm dhe të edukuar. Ky është Imam Mehdiu jonë. Ai do të vi kur të vi koha, kur të vi muhabeti, kur ta ketë shkruajti i madh i Zot. Kjo është një ngjashmë ato pyetje që thon, a kanë marrë të voglat? Ja, s'kan marrë, ala, ka akoma.